Qoftë lëvduar Jezu Krishti dhe mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e premtë, jemi në javën e 32 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Në orën 11 të kaluara merr dita drejt nga mbrëmja, të gjithë me qejf të shpalosim këngën që na thot zemra. Kaloi puna e ditës. Ku o Krisht na kishe mbledhur? Jepu bujqve të vreshtit dhuntit e lumnis që u premtove. Ata që i thëret me pag e që i shpërblen në të ardhmen, ne në punë ndihmona e na rimkëm pas pune. O Krisht mbret krejti drejti, ty e Atit ju qoft lavdia, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë. Çdo ditë të bekoj o Zot, i kujtoj veprat e dashurisë sate. Psalmi 145, pjesa e parë. Lavdi lart madhërisë hyjnore. Do të lartësoj o mbret hyjim dhe do ta bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Çdo ditë do të bekoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd për gjithmonë e jetë. Zoti është i madh e i lavdërueshëm, e pashqyrtueshme është madhëria e tij. Breznia breznis do t'ja tregoj veprat e tua dhe do ta shpallin pushtetin tënd, do ta shpallin madhërinë e shenjtërisë sate, do t'i tregojnë mrekullitë e tua. Do ta tregojnë fuqinë e veprave të tua të tmerrshme. Do t'i kumtojnë veprat e madhërishme të tuat. Do ta përhapin kujtimin e hirësisë sate të madhe, do t'i brohorasin drejtësisë sate. Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Le të bekojnë shenjtëritë e tu. Le ta tregojnë lavdinë e mbretërisë sate, le të govendin për pushtetin tënd. Për t'u shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëri e amshueshme, pushteti yt prej breznie në brezni. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Çdo ditë të bekoj o Zot, i kujtoj veprat e dashurisë sate. Antifona e dytë. Sytë e të gjithëve janë drejtuar me shpresë te ti, o Zot. Psalmi 145, pjesa e dytë. Mbretëria jote është mbretëria e amshuar. Besnik është Zoti në të gjitha premtimet e veta, i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti u jep dorën atyre që u merren këmbët, i çon ata që rrëzohen. Sytë e të gjithëve shpresojnë në ty. Ti u jep ushqim në kohën e duhur, ti e hap dorën tënde dhe mbush me të mira çdo gjë të gjallë. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta dhe i shenjtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha atyre që thërrasin, të gjitha atyre që thërrasin me qiltëri. E plotëson dëshirën e atyre që druajnë, u dëgjon britmën dhe i shpëton. Zoti i ruan të gjitha ata që e duan, kurse të paudhët të gjithë do t'i shuaj. Goja ime do ta shfaq lavdinë e Zotit, çdo njeri do ta bekoj emrin e tij të shenjtë për gjithmonë e jetë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sytë e të gjithëve janë drejtuar me shpresë te ti, o Zot. Antifona e tretë. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i popujve. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës, kapitulli 15, himn adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hyj, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i popujve. Kush të mos të druaj ty o Zot dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd. Ti vetmi je shajti.
të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. Sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, rreshti 1 dhe 2. Nuk ka tani kurfar dënimi për ata që janë në Jezu Krishtin, sepse ligji i Shpirtit Shenjtë që më jep jetën në Jezu Krishtin, më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati, I vdekur në mish, por i gjallë në shpirt. për të na kthyer tek Ati. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Krishti vdiq për mëkatet tona për të na kthyer tek Ati. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Letë të bjerë në mend o Zot mëshira jote, si u pate premtuar etërve tanë. Kënga Vizhësëlume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohurit hyjet shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, qëse që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur, sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. i shejtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë, e tregoj fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenareve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi i duarthat, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Letë të bjerë në mend o Zot mëshira jote, si u pate premtuar etërve tanë. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, në të cilin shpresojnë të gjithë ata që e njohën emrin e tij dhe me besnikëri ti brohorasim. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, shpëtimtari ynë, dobësitë tona na shtyn drejt së keqës. Na forco me hirin tënd. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ngushëllues i të përvuajturve, ki mëshirë për ne mëkatarët. Bëhu fuqia jo në faljen e mëkateve. O Krisht, ki mëshirë. Ty mëkati të fyen, kurse pendimi të gëzon. Largoje prej nesh hidhërimin që e kemi merituar me mëkate. O Krisht, ki mëshirë. Ti e ke falur gruan së penduar dhe delën e humbur e ke marrë mbi supe. Mos e largo dashurinë tënde prej nesh. O Krisht, ki mëshirë. Të gjithë atyre që gjatë jetës toksore kanë shpresuar në ty. Hapu aderën e parajsës dhe merri në jetën e amshuar. O Krisht, ki mëshirë. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrit, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti deshe që biri yt të pësonte për ne mundimet e kryqit, për të na liruar nga pushteti i djallit. Bëj që ne, shërbëtorët e tu, ta fitojmë hirin e të ngjallurit, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekov, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.